Ndërsa punuam për nënat e fëmijët, veriun, ushtrinë dhe bujqësinë, në mandatin e ri kërkojmë për krahjen tuaj që ta nisim transformimin më të madh ekonomik e industrial të vendit tonë. Mandat i prodhimit, mandat i zhvillimit, mandat i vetëqëndrueshmërisë. Investime strategjike në sektorin minerar, në kapacitetet energjetike dhe në gazifikimin e qymyrit si bazë e zhvillimit industrial dhe sigurisë energjetike të vendit tonë. Shtet që prodhon, ndërton dhe fuqizohet nga puna e vetë. 4 hekurudha të reja, 5 diga me investime mbi 400 milion euro dhe 20 stadiume moderne me investime prej 250 milion euro. Shtet që lidh rajonet shqiptare dhe ndërthur ekonominë e infrastrukturën rajonale me atë evropiane. Shtet që lidh qytetet, zhvillon ekonominë dhe ndërton infrastrukturën për brezat që do të vinë. Zhvillimi i turizmit strategjik me investime të qindra milionëshe e pra shtet që e kthen pasurinë natyrore në zhvillim dhe mirëqenie. Do të ngrem industrinë ushtarake të Kosovës, prodhim vendor i municionit, i pajisjeve ushtarake dhe i teknologjisë bashkohore të dronëve luftarak. Shtet që mbron veten dhe ofron siguri.